A ekziston një magji që të ta çojë burrin deri te tradhtia? Magjia si magji ekziston, por që të ta çojë burrin deri te tradhtia, përderisa e ka mendjen në vend, nuk mund ta çojë. Nuk mund ta çojë. Ka disa tradhtar, them, që e përdorin si justifikim përpara bashkëshorteve të tyre këtë gjë. Madje, njëherë një vajzë më shkruante, i fejuar i saj, e tradhtonte dhe i thoshte unë kam magji. Përderisa e ka mendjen në vend, ai nuk mund të tradhtoj, por ja do shefi të tradhtoj. Magjia ka ndikim, ndoshta ftohet lidhja, ndoshta shkon deri drejt ndarjes. Por tradhtia përderisa e ka mendjen në vend, jo. Prandaj kujdes. Gjithsesi, magjia është diçka që shërohet, mjekohet. Lexoj vetes Kur'an. Thuaj bashkëshortit tënd lexoj Kur'an. Lexoj ajetin Kursi. Ajetin Kursi ja këtë. Lexoj ajetin Kursi mëngjes dhe mbrëmje. Dhe me lejen e Zotit je e mbrojtur dhe është i mbrojtur nga magjia.